Si është e mundur që një kryeministër, në këtë rast Albin Kurti, të bjerë pre 2 komedianëve rus duke menduar se po bisedonte me presidentin e Letonisë? A tregon kjo se sa e brisht është siguria kombëtare në Kosovë dhe sa e cënon atë në fakt? Dy gjëra duhet i kemi parasysh në rastin konkret. E para, duke marrë parasysh faktin që Shtatorët e Republikës Kosovës paguajnë tatime për një strukturë sigurisë, përfshi këtu edhe agjencionet të cilat janë jashtë kabinetit, por që kanë obligim për ta mbështetur kryeministrin edhe në komunikime me përfaqësues shteteve të ndryshme, dhe pse në këtë rast nuk ka komunikuar me një përfaqësues apo kryetar një shteti të Lituanisë sikur se kishte pretenduar, por se kemi një dështim serioz të protokollit sigurisë dhe unë personalisht dyshoj se kemi të bëjmë me veprën e spionazhit. Kam kërkuar dhe vazhdoj kërkoj nga Prokuroria Speciale e Kosovës që ta autorizojë Policinë e Kosovës për të marrë të gjitha kampionët të cilat janë në kuadër të këtij rasti, duke siguruar fillimisht regjistrimin e plot të bisedës zhvilluar mes kryeministit dhe personave komedianëve, njëkohësisht duke parë se çfarë është zhvilluar deri apo çfarë bisede janë zhvilluar para dhe pas këtij komunikimi që patëm me publik. Ajo që është qartë se në këto biseda, të cilat janë publikuar që kanë dikon 10 minuta, ka ndërhyrje me çka na le të dyshojmë se rusët në këtë rast kanë më shumë bisedë dhe janë duke e kanosur apo shantazhuar kryeministin e Republikës Kosovës me publikimin e të dhënave që eventualisht janë ndarë. Derisa kryeministri i Republikës Kosovës, qeveria e Kosovës e ka mbajtur të fshetë që nga 11 shkurti deri më tani faktin që ato janë lajthitur dhe gjithashtu edhe sot nuk merr asnjë iniciativë për të publikuar të gjithë angazhimin që nga përgatitet për takim do me thonë që e kanë mbajtur përmes video call, e deri tek përfundimi i saj në mënyrë që të në garantoj se kryeministri i Republikës Kosovës nuk ka ndarë informacione të cilat e cënojnë sigurinë kombëtare. Për momentin kujtoj që është cënuar siguria kombëtare dhe këtë e bazoj në faktin që kemi pas fshehje të këtij rasti deri më tani dhe intervista është vetëm 10 minuta dhe pashtu nuk kemi masa të ndërmarra nga qeveria për t'i vendosur para përgjegjësisë personat eventualisht nëse kanë bërë shlimet që janë persona kompetent, marrin një pagë mjaft të mirë nga taksa paguese e Republikës Kosovës për të garantuar tek çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë dhe nivelin e komunikimeve veçanërisht me president, siç është një president i një shteti mjaft me rëndësi siç është Lituania. Kryeministri Albin Kurti ka deklaruar se nëse do të vijojë të jetë sërish kryeministër, ai do të ndajë nga buxheti rreth 1 miliard euro për forcën e sigurisë së Kosovës. Kjo deklarat a tregon se Kosova ka sinjale se mund të kërcënohet qoftë nga Serbia në këtë rast dhe do të duhet që të shtojë radhët e sigurisë? E para, nuk jam i sigurt nëse kjo deklarat nuk është përpjekje e kryeministit të Republikës Kosovës për të larguar nga vëmendja publikimin e një bisede apo një lajthitje që kishte ndodhur nga 2 komedian rus. Nëse qëndron ajo, unë kujtoj që buxheti i Kosovës është dikon 3.2 miliard dhe në asnjë rrethon dhe në asnjë mënyrë nuk ka mundësi që të investohet për një vit apo edhe për një mandat qeverisë një vlerë kaq e madhe, por që nëse kryeministri i Republikës Kosovës i është referuar ndërtimit të fabrikave, të municioneve dhe armatimeve dhe në kuadër të marrëveshjeve për ndërtimin e këtyre fabrikave, të kemi një angazhim që këto kompani, këto ndërmarrje të deponojnë në shtetin e Kosovës armatime dhe municione, atëherë mendoj që mund të kapën këto vlera dhe se nënkupton që Kosova e ka marrë shumë seriozisht angazhimin e saj për të krijuar struktura mbrojtëse. Por ajo që duhet fillimisht të kemi shumë parasysh është fakti se NATO e ka përcaktuar rolin e forcës së sigurisë Kosovës dhe fillimisht ne duhet të punojmë shumë që për të bindur strukturat e NATO-s dhe NATO-n dhe partnerët tonë të Kosovës për të ripozicionuar angazhimet e forcës së sigurisë Kosovës nga një forcë humanitare për aktivitete humanitare në një forcë për aktivitete ushtarake. Dhe po ashtu duhet kemi fillimisht një angazhim serioz për desanksionimin e Republikës Kosovës, sepse siç dihet Kosova akoma mbetet nën sanksione dhe kjo është një problem serioz për proceset në të ardhmen sa i përket integrimeve qoftë në Aleancën NATO, qoftë në Bashkimin Evropian. Sa i sigurt është veriu Kosovës aktualisht
Dhe a ka sinjale nga ana tjetër që Shtetet e Bashkuara të Amerikës mund të tërhiqen nga baza e Bondstilit? E para, situata e sigurisë në Kosovë përkatësisht në 4 komunat me shumicë serbe në Veriun e Mitrovicës është e qetë, por është e brisht, dhe kjo për shkak të faktit se akoma lista sërbske dhe Beogradit zyrtar ka ndikimin e fuqishëm atje, dhe këtë dëshmoj me zgjedhjet e fundit ku lista sërbske e mbështetur direkt nga Vučić doli fituese me vota maksimale në këtë zonë. Ajo që dua të theksoj në rastin konkret sa i përket angazhimeve të Shtetit e Bashkuara të Amerikës për sigurinë në Kosovë, këta janë qarta, ka realisht një riorganizim Shtetit e Bashkuara të Amerikës në 16 bazat e saj që ka në Evropë dhe siç duket ka një riorganizim apo një dislokim të ri, për shembull një bazë amerikane në Gjermani e vendosur në drejtim të Kosovës në Bondstil, ku do të jetë një bazë e cila aktualisht është baza e NATO-s, do të kalojë në një bazë është SHBA-ve e ushtrisë amerikane, derisa ishte një bazë e brigadës shumë komshe lindje në kuadër të KFOR-it. E dyta, kemi një dislokim të forcave të Shtetit e Bashkuara të Amerikës dhe NATO-s nga baza Avianos në Itali, në bazën aktuale e cila po zgjerohet në Kuçov të Shqipërisë. Kemi 2 baza të tjera të cilat janë vendosur në Poloni, një bazë në Bullgari dhe një bazë e cila po ndërtohet së fundmi edhe në Rumani. Kjo riorganizimi i forcave amerikane nënkupton një ripërgatitje për rreziqet që realisht i kanosin vetë vendeve europiane dhe siç duket vija e sigurisë është zhvendosur nga Gjermania dhe Italia në sa më afër kufirit me Rusinë. Çfarë do të thotë marrëveshja e nënshkruar në fushën e sigurisë mes Shqipërisë, Kosovës dhe Kroacisë dhe nga ana tjetër Serbia nuk e ka pritur mirë këtë marrëveshje dhe ka reaguar në formën e saj duke u viktimizuar. Çfarë parashikon konkretisht kjo marrëveshje dhe sa i siguri u jep këtyre 3 vendeve? Nënshkrimi një deklarate 3 vendeve, 3 shteteve për një marrëveshje që do të vijë në të ardhmen sa i përket bashkëpunimit në fushën ushtarake, e posaçërisht në çështjet që kanë të bëjnë me trajnime profesionale, ngritjen e kapaciteteve profesionale, sidomos në burimin njerëzore, organizimi i përbashkët i prodhimit të armëve dhe municioneve, sidomos pas vendimit Bashkimit Evropian për të investuar diku prej 800 miliardë deri në trilion euro në çështjet që kanë të bëjnë me industrinë ushtarake, posaçërisht në municione dhe armatime. Nënkupton që kjo aleancë faktikisht është riorganizuar, është një iniciativë e inteligjencës amerikane që ka gjetur zbatim në këto 3 shtete, në këtë rastin konkret 2 shtete anëtare të NATO, Shqipëria dhe Kroacia dhe së fundmi dhe Kosova. Besoj që interesi është shumë i madh, këto aleanca janë vetë siguria. Kemi pasur realisht një reagim të Serbisë të pritur sepse kjo aleancë duket dhe do të zgjerohet. Së shpejti ndoshta do të kemi një bashkim të kësaj aleance të Bullgarisë dhe për një afat jo të shpejtë edhe të molit të zi. Ndoshta në Maqedoni do të kemi një situatë ndryshe sepse kjo qeveri aktuale duket që ka një marrëdhënie të mirë me pjesën ruse, por që rrezikon që së shpejti Maqedonia e Veriut të shkojë në zgjedhje, ndoshta në shtator të këtij viti apo në tetor të këtij viti bashkë me zgjedhjet lokale do të kemi edhe zgjedhje parlamentare dhe ndoshta një qeveri e re do të jetë pjesë e këtij angazhimi për një aleancë përbashkët. Morë nga fakti se aleancat shteteve të cilat nuk kanë për qëllim cënimin e sovranitetit vendeve tjera, janë aleanca që e krijojnë bashkëpunime apo koordinime apo mund të them organizimit përbashkët në aspektin qoftë ngritje kapaciteteve apo edhe në çështjet që kanë të bëjnë me veprime konkrete ushtarake, janë në dobi të sigurisë dhe jo kundërta siç pretendon Serbia.